Elon Musk së fundmi ka thënë që domethënë është dakord, unë nuk është se domethënë e kundërshtoj sepse unë jam fan sipas i këtij inxhinieri, goxha inovator, domethënë i cili përdor siç është tek çështjen, domethënë edhe pas kuintave kapitalin që e suporton etj. Por që Elon Musku domethënë atë që thotë e bën. Çudia më e madhe për shembull që ka dalë se do përmendim 3-4 pika, çudia më e madhe që edhe mua realisht më ka çuditur është që në 10 vjeçarin e fundit apo 15 vjeçarin e fundit nuk është e nevojshme më pikërisht për të ekzistojnë mjekët, sepse sistemet robotike Optimus, domethënë të Teslas, do bëjnë të mundur realizimin e kirurgjive të vështira. Kjo është një gjë, domethënë që deri diku e shikoj pak të egzageruar deklaratën e Muskut, por duke pasur parasysh si domethënë njeriu më i pasur i botës, njeriu i teknologjisë, trilioneri i parë që pretendohet bëhet tani me këto deklarata, mbase kërkon edhe që të jetë në qendër të vëmendjes globale, domethënë